Përshëndetje dhe mirë se erdhët të gjithë ju të shenjës peshorës. Do bëjmë një mesazh për ju. Kemi zgjedhur letra Oracle, që është tempulli i kristalit obsidian, siç është ky, në fakt nuk e di a mund ta shikoni, ky këtu, dhe një letër tarot, të dashur njeriu i varur. Peshore, këto letra flasin për një periudhë shërimi të thellë dhe reflektimi. Tempulli i obsidian të zi të fton të hysh në dhomën e errët të shërimit, në kuptimin që të jesh vërtet me dhimbjen vetëm, apo me dështimin, apo me çfarë do lloj traume që ke përjetuar apo je duke përjetuar. Aty ku ballafaqohesh me atë që ke shmangur prej kohësh. Nuk është e lehtë përballesh me dhimbjen, absolutisht të gjithë e dim këtë gjë. Zhgënjimin apo zhytjen në vetvete. Por aty ndodh, apo në këtë tempull të dashur, do të ndodh transformimi i vërtet apo shërimi i vërtet i juaj. Kjo është një periudhë ku diçka brenda teje po pastrohet me rrënjë dhe përgjithmonë. Po çlirohet apo dhe po rigjenerohet, të dashur. Dhe kjo është ajo që kërkon, është njeriu i varur. Tregon ndalesë të domosdoshme, në kuptimin të futesh pranë në këtë tempull, të bësh diçka, të bësh gjëra të ndryshe, mund të ndihesh sikur gjithçka ka ngecur, por kjo pauzë apo ky pushim apo kjo futje në këtë dhomë apo një lloj reflektimi nuk është dënim, të dashur peshor, është shërim, është absolutisht shërim, dhuratë do ta quaja. Ajo të detyron të shohësh jetën nga një kënd vështrim të ri, të heqësh dorë nga kontrolli dhe të dorëzohesh me besim. Kur e lejon jetën të udhëheqë në vend që të përpiqesh të shtysh me forcë, sikur s'ka ndodhur as edhe një gjë, fillon të kuptosh çfarë të duhet në të vërtetë. Mesazhi juaj të dashur peshorë është të mos i trembësh errësirës. Ajo është pastrimi yt. Kjo periudhë është për të rikthyer balancën e mbrëmshme, për të shëruar plagët e vjetra, këtu thot, por mund të jenë dhe të freskëta, të dashur, dhe për të mësuar durimin që shpërblem. Kur them durimin, nuk them duke, por durimin për të arritur si qëllim shërimin e vetes tonë. Gjërat po vendosen në vendin e duhur, dhe kjo është më me rëndësi, pra, edhe pse ti ende nuk je duke i parë qartë. Të dashur peshor, s'duhet asnjëherë të harrojmë që ndonjëherë drita nuk vjen përmes shpejtësisë veprimeve tona, por përmes ndalimit dhe të bërit diçka ndryshe nga ajo që keni bërë deri tani, të dashur peshor.